kalamajt. Katalea si të daja. Kush e mban mend nga ju, ndjekës, që flinim tek dajat kështu. Yeah, bro. I just lost my rare friend. I'm not even kidding. Wait, can I put... Pelavo! Të kece mami ty të lita ime. I thot Aldit kur të flesh dëshirohet gishti se I themun kur vritet. Janë të mira të loj. Si janë të mira? O, zoti ma që e venturirit. Kur pa filmohet, shikoj pak. O, zot, që dilandej. Bëj plapën në gjithë? Kuali, bëj plap? That's my... Papa. Cześć, mami. Papa. Pula? Quack, 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 quack. Pula. Papa. Cici zber? Quali e zber me pandarin? E zber zumpis? Papa. Papa, kush bën mami? Kush bën papa? Pak, pak. Pak, pak, bën? Loqat. Të shikojmë loqat? Që bukull! Që që të bukula? Të bardha? Dhe kafe. Shiko loqat, mami? Loqat? Kush kanë dhe... është dhe arrit që kanë dhe të tysi. Shiko loqat. Ua, si ka qenë në verë këtu gjithë gjethe. Tani asë një gjethe s'kanë pemët. I pas ka darka të gjithë gjela këta të bardhët. Ha? Ha? Vetëm një 2-3 pula. Po shko gjela. Gjithë gjela. Quack, 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 quack. Quack, quack, quack. Quack, quack. Ki. Do ha mandarina? Plot mandarinat si vjetë. Plot. Do të kapës ti nucën e mandalin? Kapi këtu. Kapi, mami? Bravo! Gjoga ime, voçkili. Kjo është portokalli. Ta kapusim në portokalli? Tani kjo portokalli nga që është bërë shumë e madhe si deg, si pem. I kanë vendosur një dru për të mbajtur peshën. Se kokra nuk ka bërë shumë, si që shikoni, vetëm në këtë kraun këtë I pas ka bërë. Të provojmë njerë si është kjo portokallia, se unë se kam provuar ndonjëherë. Në fakt, kjo portokallia nuk ka shumë vite. Ka qenë një portokalli tjetër këtu, e kemi hequr se s'bënte fare. Po dhe kjo nuk ka shumë vite që ka filluar kështu me prodhim. Ndërsa kjo mandarina këtu ka shumë vite. Aso nuk e moj mend në fakt fix. Dhe pothuaj se bën çdo vit plot. Por e ka këtë lëkurën si shufk, I themi ne. Dhe me thënë bosh, është lëkura këtu bosh, edhe brenda është me lëng, si mandarin, por që ka që madhe sa duket, nuk është brenda ka që madhe.
tepër se shishme në përgjithësi. Unë kështu I kam qef që janë gjysëm jeshile. Sa e bukur ka është bërë kjo? Qa e bukur. Çelore babuce. Hadi çık de Gülşin. Hadi çık de Gülşin. Hadi lapı de Gülşin. Ne yapıyorsun Gülşin? Ska Gjusi? Kam dhe Hadi sopën. tut tipi de tavolina me shopping apo. Gjusi kam Si ka dhe bërë? sopën. Oh, du bëbla në pasha. Nuk do. Na. Gülşin. Na. Zgënjemi kollaj në otër. Da. Hadi gim dada me Gülşin. Dhe ke dada? Da. Dhe ke Hadi sma Gjusin dada? Hadi. Shikoni. Ek. Hadi gim dada me Gjilo. Gülşin. Ek gjilo. Vëllende. E gërsir. Da. Gülşin. Ja bëjmë katales një foto si që ka hipur këtu atë vit që ishim ne. Kja bëjmë korali? Jo, edhe koralit, po katales. Në Sopinjove. Si që ka qenë e vogël. Ata që? Nama Gülşin. Ta nista ju me Nama Gülşin. rakesh? Nama Gülşin. Çekil be. Ya foto bunu me Sopinjove. Perdja e gjyshit. Gjyshi pas ka ikur ajo perdja atje. Ashtu. Ta rregullojmë pastaj. E po s'ka pasur kaq shumë kur ka dalë Kataleja. Të kanë sjell punë o gjyshi. Të këti mami. Përshëndetje nga vlogmas 14. Në fakt po ju flas tani që është duke errur, është ora diku tek 4:30 po shkon, sepse sot jam marrë me nusën e vllajt, me qenë se ajo ishte pushim, jemi marrë me disa punë këtu tek shtëpia, edhe kështu na iku koha. Ndërkohë edhe kam harruar që të filmoj, kam filmuar pak pjesë tek tuk. Arseni iku sot në mëngjes. Ky vlogmas nuk mendoj që do të dali dhe shumë I gjatë, po deri në darkë të shohim se çfarë planesh do të kemi dhe sigurisht do t'ju sjell edhe ju e pjesë deri në fund të këtij vlogmasi. Ky më duket është një limon kinez quhet, edhe nuk ka fara dhe me sa di unë hahet kështu me gjithë lëkurë siç është, dhe është shumë I vockël. Ka bërë disa kokra, para 1-2 vitesh e kam sjell në video për ju, kur ka qenë verë, edhe e ka bërë vetëm 2 kokra atë vit. Kurse tani normalisht është rritur pak më tepër, edhe ka bërë pak më tepër kokra. Deri tani nuk e kam provuar, por mendoj në ditët në vazhdim të ta këpusim ndonjë kokër edhe ta provoj se si është. E pas kemi dhe këtu një tjetër të tillë. Tani unë nuk e di nëse këta janë limona apo portokale, po besoj që janë limona të dy arrënjët që ju tregova. Edhe ngjyrën e kanë pothuajse si portokale. Ndërsa kjo fejoa është pemë që ua kam thënë që bën vit për vit pa mas. Dhe dale, ku shkoj kjo? Korali! Nuqja e mami që më iku në krau. E po vjen vërtet. Nuqja jo, mami. Jo. Hade. Ndërkohë po ju tregoja për të fejon. Kjo është pemë që bën frutat vit për vit, por si vjet këta të shtëpisë më thanë që ka bërë tej mase shumë dhe shumë më shumë se sa vitet e tjera. Është një frut shumë I lezetshëm, tropikal. Do t'ua tregoj se kemi pak në frigorifer, se tani këtu në pemë nuk ka më. Edhe ky piqet në nëntor, do me thënë fillon aty nga java e parë e nëntorit, edhe mbaron me pjekjen deri tani nga fillimi I dhjetorit. Varet edhe se sa ftohtë mund të mbaj, por nuk besoj që I ftohti I prish fare frutat.
dhe nuk hanë vetëm njerëzit e mi këtu tek shtëpia, por normalisht vinë edhe marrin edhe njerëz këtu nga lagja ose nga qyteti. Duke qenë se bën shumë, nuk kursehemi, ka marrë kush ka dëshirë që të haj. Ja edhe korali që prik lulet edhe dritat edhe i fshiu komplet oborin. Ja ka marrë kastile këto veshjet kështu, kaq të plota, sepse e di që këtu është vetë sistemi i tillë, sepse atje te shtëpia në Angli nuk ka ku të vi kështu vërdall për jashta. Edhe e dija që në këtë formë do përfundonte me këto veshjet, dhe pra ta ja ka marrë kështu të plota, që edhe të mos e ndjej të ftohtin direkt. Ojte, çfarë nuçi mamit? Edhe atje kemi mandarin tjetër. Por si trup është më e vogël, po dhe ajo plot ka bërë. Dhe është ndryshe, nuk është kështu që ta ketë atë lëkurën dhe të duket si bosh brenda. Ajo është tjetër varietet. Këtu te shtëpia në Skrapar, këta të shtëpisë time kanë bërë shumë rregullime tek shtëpia. Brenda pothuajse ka mbaruar çdo gjë, përveç disa gjërave shumë të vogla, por për jashta e kanë ndonjëherë kështu, sepse jashtë do të rregullohet një moment të dytë, për si vjet nuk bëhet fjalë se jemi në dimër tani, dhe kam shumë dëshirë që në një nga vlogmas këto ditë do t'ua sjell edhe me pamje. Ky trëndafili akoma çel, edhe pse tani ka filluar i ftohti. Sot natën ka qenë 3 gradë. Dhe sobën që kanë ndezur gjyshi. Hajde uçi, mami. O zoti i madh. Dukarikët e koralit dhe të katalejes. Kataleja, që do t'i nëse? Buk me gjallë, me lit... Se... Nga trove? Buk me... Salc? Me salc, edhe ta... Ja do janë ato të mua. Ose ka të ditu se janë ato për mua. Se mbas të Si i ke vendosur me më? Kush t'i burit e ato? Vet. Ato di bash ti? Unë? Apo Dodi? Dodi. Dodi nuk vë kapse. Jo, ti baj. Ti baj, ja, ti dora. Ja. Ti bash blun? E si do ashti në që bukon? Falenderit. Do të bluan? Falenderit. O, Katalija. Qiko haje për të se kapsen. Si i the nënes ti se të dhe haje bukon? Qefe qef. O, Qefi qefi. qefe qef. Më qapoj hati nëse. Më qapoj hati nëse. Katalija, më qapoj ha bukon në pi. Më qapoj ha bukon. Gjesh me duni? Përrimpat të të divani, korali po flegju. Dhe Katalija po luan me kajta. Të kalot. Wow.
po nuk e prek se ka frikë. Si rrotullohet. Këto mandariqe që bërë. Ali. Ti të marqa? Ku s'ka në minutë mami marqa? Pike pesë marë. Hajde, hajde. Hajde, Koali. Hajde, hajde. Jo t'i kësa unë. Hajde. Si vëndohet, hajde, hajde. Hajde. Që ka ju. Ku shpilti. Bravo. Nuk po të shikoja pemë. Po që me gjera koti, që kataleja më dukshin të era ma. Kataleja. Pemët. Për zotin. Po të shumë, për zotin. Koktele, a shumë më dukshin. Mas më në që zonë. Pse? Më në që zonë, se më në di që do jetë është në të. Tu ta hedh. Që thua pemët më dukshin kataleja. Për zotin që do gjashtu më dukësh. Të t'ka le. Seriozisht më ashu, sepse më ashu e një gjetë e shpirti. Ashu sepse më ashu e një gjetë e shpirti. Topilo dulo es potesialo es finalmente. Me vlap. Me vlap. Kape ditun. Jo, Koali. Jo, që po ben aty? Që po ben? Aja shkoj që këtë do ajla të kapja jo. Do të pasiosu. Po jepja pak. Të dashur miq, nuk e di nëse do të them mirëmbrëma, sepse tani është ora 1 i natës. Koralin e ka zënë gjumi shumë vonë. Nuk e di, po ka 1-2-3 netë që e zjatë shumë gjumin tani në darkë, edhe pse nuk bën shumë gjumë gjatë ditës. Është çorientuar fare. Gjithsesi, deri tani i ka mbyllur syt një 10 herë gati për gjumë, ndërkohë që isha duke bërë edhe editimin e videos, por e pash që nuk kam bërë edhe mbylljen e videos. Është ndonjëherë më rëmben ajo rutina dhe filmoj momente kështu që më pëlqejnë për t'i ndarë me ju dhe harroj pastaj që të flas me ju. Ndonjëherë nga që interneti është shumë i ngadalt, më merr shumë kohë për ta hedhur në YouTube. Dhe prandaj ndonjëherë videot mund të publikohen në mes të natës ose shumë herët në mëngjes. Në fakt këtu në Skrapar interneti nuk është aq i keq, por kur kam provuar që të hedh video në YouTube, kërkon një kohë shumë të gjatë. Ndonjëherë më del edhe që kërkon 4 orë për ta hedhur një video diku tek 20-30 minutëshe. Gjithsesi unë po mundohem që t'i bëj brenda kohës. Normalisht tani të gjithë janë në gjumë edhe u kërkoj ndjes edhe për zërin kaq të ulët. Kështu unë tani po ju them natën e mirë dhe shihemi në vlogmasin e ardhshëm.